Për të 11-ën herë me radhë, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar të konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Deputetët refuzuan për të tretën e rresht që ta formojnë një komision për votimin e fshehtë për kreun e ri të organit ligjvënës. Në vazhdimin e seancës konstituive të hënën, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe refuzuan sërish që të propozojnë një përfaqësues që do të siguronte mbarvajtjen e votimit të fshehtë. Seanca konstituive do të vazhdojë të mërkurën në orën 10. Deputetë të partive që në legjislaturën e kaluar ishin në opozitë thonë se është jo kushtetuese mënyra se si lëvizja vetëvendosje, po tenton që kryeparlamentari të votohet përmes formës së fshehtë. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj paralajmëroi se deputetët mund t'i drejtohen gjykatës kushtetuese. Deri më tani, deputetët kanë kaluar vetëm 2 pikat e agjendës së seancës konstituive, raportin e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe atë të betimit të deputetëve. Por procesi ka ngecur te pika e 3, zgjedhja e kryeparlamentarit. Propozimi për kryeparlamentar është e drejtë ekskluzive e fitueses së zgjedhjeve, lëvizjes vetëvendosja. Por në 6 votime, kandidatja e saj Albulena Haxhiu nuk ka arritur të sigurojë 61 votat e nevojshme.